Nuse së Medës po I duket vetja që është plak, s'po vishet më si përpara për festa, sot po duket si një grua e thjesht. Në një mbrëmje të veçantë, familja e këngëtarit të njohur, Medës, ka organizuar një festë të paharrueshme, ku atmosfera ka qenë plot ngrohtësi, muzikë dhe gëzim. Ky event I veçantë është mbajtur për të festuar arritje të reja dhe për të bashkuar miq dhe të afërmit në një mbrëmje të bukur. Meda, I cili është një emër I njohur në industrinë muzikore, kishte ftuar të ftuarit e tij të ngushtë dhe disa figura publike për të gëzuar dhe për të shijuar një mbrëmje të mrekullueshme. Pavarësisht famës së tij dhe angazhimeve të shumta, ai e vlerëson shumë rëndësinë e këtyre ngjarjeve familjare dhe do të kujdeset që çdo detaj të jetë perfekt. Në qendër të vëmendjes në këtë festë ishte Lulja, gruaja e Medës, e cila është gjithmonë një figurë elegante dhe gracioze. Ajo ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve me një prezencë të thjeshtë, por të veçantë. Nuk ka zgjedhur të mbajë një fustan të ngarkuar, por ka preferuar një veshje të lehtë dhe elegante, duke sjellë një pamje natyrale dhe të rafinuar. Rrobat që ka zgjedhur janë të ngjyrave të qeta, me një stil të thjeshtë që pasqyron shijen e saj të rafinuar. Lulja, e njohur për stilin e saj të veçantë, ka vendosur të mos mbajë asgjë që mund ta rëndojë pamjen e saj, por përkundrazi ka preferuar të shfaqet me një pamje të qetë që thekson bukurinë natyrale të saj. Përveç veshjes, Lulja ka zgjedhur me kujdes aksesorët që ka vendosur për të shoqëruar këtë pamje. Një set I vogël arit ka qenë I mjaftueshëm për të shtuar ndriçim dhe elegancë, pa I kaluar kufit e thjeshtësisë që ajo ka dashur të mbajë. Ajo ka vendosur disa byzylyk të thjeshtë, një unas të vogël dhe një palë vath që e bën të duket edhe më elegante, por pa I dhënë asnjëherë një ndjesi të mbingarkuar. Lulja është një person që di të ruajë ekuilibrin dhe të mbajë një linjë të pastër dhe të rafinuar në çdo detaj. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.